Kundërshtu në Albën, një muaj radhazi, kam shumë Më hëngër të mortja. Sepse unë jam e drejt me Albën. Shkoj me Benitën për ty. Ygerta don të rrëzoj teorinë time faktike që Ygerta ka drejtësi selektive, duke më mbrojtur një herë në muaj. Kaq. Pendohem realisht që të kam dalë në mbrojtje, ndjes Benita. Pse pendohesh? Pse pendohesh? Se je mos mirënjohse. Pse mos mirënjohse? Je mos mirënjohse. Po Ygerta e ke bërë për lojë. Pse mos mirënjohse? Pra ti e ke bërë... Mos mirënjohse. Ygerta, do të them diçka tani, do të pyes diçka? Pra, mbrojtjen për mua e pas ke bërë që ta qosh mirë me mua, apo se ta ka ndje shpirti? Jo, ma ka ndje shpirti. E po pse je penduar? Se nuk e vlerëson. Pse je penduar? Nuk e vlerëson. Gjërat që bëhen për shpirt, bëhen për tjetrin, bëhen për shpirtin tënd. Nëse ti Labi, një pyetje. Nëse ti thua që Ygerta e ka bërë për kamera, do të thotë që nuk e vlerëson. Labi, shi çfarë momenti interesant. Pra e mos mirënjohse. Ygerta, unë i kërkoj ndjes Benitës si pas kam bërë shef. Ygerta, Labi, më dëgjon ec afro pak. Ec afro pak. Lëre më se nuk e beson njëri. Ygerta, sa po tha që jam pendu që e kam bërë të Albën, unë e pyeta, a e ke bërë për t'u afruar me mua apo shpirtnisht? Shpirtnisht, kur i bën gjërat shpirtnisht, nuk i bën për tjetrin, i bën për shpirtin tënd para Zotit. Nuk e vlerëson. Edhe ato e dore strategji. E dëshmove vetën time. E dëshmove. Që nga dita parë deri ditën e fundit. E dëshmove, Ygerta, e di çfarë dëshmove? Që i ke bërë për krahjen për lojë. Që të nxjerrësh veten tënd mirë për padrejtësitë selektive. Fletaj shumë, sa nuk të beson të bëhesh mirë pak me Albën, dhe sapo the që je penduar për diçka shpirtnore. Gjërat shpirtnore Ygerta bëhen për Zotin, jo për njeriu tjetër. Më vjen keq që Ygerta për krahjen e pas ke bërë falc, jo shpirtnisht. Unë me ty e kam. Unë me ty e kam Ygerta, nuk e kam me tjerët. Kjo është diferenca mes meje e mes teje. Ti e ke për tjerët, unë e kam për vete Ygerta. Nuk i kthen, sepse ta sqarova që unë kam një linjë nga dita e parë deri sot e kështu do vazhdoj. Kurse ti linjat i ke Ludo si pas interesit. Kështu që Këta ndron pitullën që shdojnë, herane, bravo. Si thoshte ta ndron kasetën, thoshte motorishës. Se një argument. Një argument si e ndryshon. Në argumenta me ty, unë është shpirë. Nuk fute mund debat me budallajnë, se kam të humbur. Po, a? Po. Oke. Pitullën. Shumë bukur Ygerta, sot më the shumë gjëra. Mua dhe shumë të tjerëve. Me ka, po ti nuk i beson. Jo, sot vërtetova akoma një gjë më të thellët. Që ti këtu për krahjen e bën sepse e bën për lojë, për të dëshmuar, për të justifikuar gabimet e tuja, për drejtësinë selektive, dhe për t'u afruar me mua që më shek lojtare të fortë. Për krahjen Ygerta nuk e ke bërë shpirtnisht, sepse në rast se Ygerta do e bëje për krahjen shpirtnisht, e bën për Zotin dhe për shpirtin tënd. Dhe një njeri kur bën për krahjen shpirtnisht, asnjëherë s'pendohet pse tjetri sillet keq. Sepse ti e di që për krahjen shpirtnore është për vete para Zotit. Karamele! Kjo është fakt. Nuk të beson as Karamele! E di çfarë tha Ygerta tani? Bëj që sharak. Tani tha që jam penduar që e kam përkrah Albën. Jo, pendova tani. Po, u pendova tani. Sepse ti dhe ato që bëra unë, e quajtë dhe strategji loje. Dhe sigurisht që pendohem që mbroj një njeri të tillë. Me mu për lojë. Me mu për lojë. Një njeri të tillë, mbrojtjen e ke bërë shpirtnisht. Shpirtërisht e bëra. Dhe deri më sot nuk isha penduar. Se u pendove në rast se ke bërë shpirtnisht? Sepse ti e quajtë strategji. Dhe ti e mos mirënjohse, ti nuk di të vlerësosh njerëzit. Gjërat kur bëhen shpirtnisht, a bëhen për vete para Zotit? Një njeriu shumë pozitiv, e kritikova për një veprim të gabuar që bëri, në rregull, sipas teje a ishte e drejtë ajo gjë? Ti nuk e ke merituar. Sipas teje a ishte e drejtë? Nuk e ke merituar. Sipas teje a ishte e drejtë? Ato që bëra për ty. Ygerta mos u bëj përsëritse si Alba, po më shan mua dhe po bësh si unë. Jo, që ta Ygerta, në tru. a është drejtësia ajo që bëre ti atëherë? A është drejtësia ajo që bëre ti atëherë? Në rast është drejtësi dhe ke bërë shpirtnisht. Pse u pendove? U pendova sepse ti nuk e meriton. Pse nuk dëgjova kjo? Tani, a është e vërtet që një njeri kur e bën drejtësinë se janë ndjen shpirtnisht, e bën për vete para Zotit, jo për tjetrin? E bëra. Se ti u pendove se unë solla ti nuk e meriton.
A e din që Dëgjo qatë edhe nërë pro. ta u dalë prej vete për ty, E kupton? Jetë e mërzitshme, Sapo u zbulove, në Ciao, ciao, gjendje të natën e mirë. rrezikshme janë. Sapo zbulove Hygerta, Tung, që ciao, për ciao, krahjen natën e mirë. e ke bë për interes loje për të justifikuar drejtsinë tënde selektive, Ja. për t'u afru me Kjo mu është si lojtare e Alba, kjo fort, është Alba. sepse në rast se do përkrahje Polozhani, shpirtërisht, kjo është, asnjëherë kjo nuk do është. pendoheshe se e din që ta din Zoti. Nuk të beson Pa marrë askush. parasysh si sillet tjetri. Mos u bëj qesharak. Karamele, që të sa ju. Fakt Karamele, është. I ka lënë do fjore. Karamele. Fakt është. Nuk të beson Bela, askush. Bela. Fakt është. Nuk të beson askush. Une kur përkrah dikë shpirtnisht për drejtsinë që mendoj unë që duhet vend drejtësia në vend, Tani dhe do ta rrit. pa marrë parasysh si sillet njeriu me mua që kam dhënë drejtsinë shpirtnisht, unë e kam bërë për shpirtin tim para Zotit. Dhe në raste tjetri s'ma din vlerën, unë thjesht mbaj distancë me atë njeri, po nuk pendohem asnjëherë që kam përkrah shpirtnisht të drejtën e një njeriu që nuk ma din Për një njeri që nuk e vlerën. meriton, pendohem dhe që të shke me të. Sepse dëshmon Sepse unë veprimin që dhe veprimin e ke pas për interes, jo për shpirtnisht. Isha e vetmja që reagova. Tani u pendove. Kur njerëzit Tani janë u mos pendove. mirënjohës, po, u pendova se ti nuk e meriton. Po, Ti nuk e meriton. Sipas teje. Sepse atë veprim që unë bëra për të përkrahur ty dhe për është të dënuar materiale, një jo veprim të shpirtnore. shëmtuar, ti nuk di ta vlerësosh Okej. dhe nxorre Kjo strategji vetëm nxjerr veten e vet. Se mendja të punon vetëm për lojë dhe je Patjetër. njeriu më fejktu. Patjetër. Nga dita e parë deri ditën e Patjetër. sotme ti ke bërë gjërat Për vetëm për lojë. Vazhdo lojë. flit akoma. Për lojë, për lojë, Tjetër? për lojë. Tjetër? Kaq, Tjetër? kaq, Tjetër? kaq. E përmblodha çka kisha Përkrahja materiale nga Hygerta fizike dhe jo Materiale. shpirtnore për interes po, të nëse lojës zajde, dhe flet interes shumë për t'u fjalë të afruar me mdhaja, mu dhe gjasme, të justifikuar gabimet nuk e di ti veta të lidhi drejtësisë mirë. selektive. Biri këtë jo, kjo kam jenë. Po ti Fakt, une kur përkrah një njeri Nga shpirtnisht, frenera Tash ti. jam me ty. Nga frenera, Ja, tash ja. je me mua, okay. une kur përkrah një njeri shpirtnisht, Ose pa ato marrë parasysh sa Jam e keq sinqertë, sillet ai njeri me prandaj. mu, une Unë thjesht si e ka mbaj duar distancë, të po ftohta, kur nuk pendohem që kam mbrojtur të drejtën hyjnore edhe për një hyjnore, njeri po. që Hyjnore. është kontra Aristokratë, meje po. dhe nuk ma din vlerën. Aristokratë, po. Një njeri që nuk Po, ma po, din je shumë vlerën mua, aristokrate. kur unë e përkrah, shpirtnisht aristokrate. i bën dëm vetes, unë thjesht e mbaj distancë, po asnjëherë nuk pendohem për përkrahjen tim shpirtnore. E vërtet. Unë për përkrahjen tim shpirtnore nuk pendohem asnjëherë dhe asnjë njeri që bën përkrahje shpirtnore nuk sigurisht pendohet mua se e nuk di e që gjur, Zoti kur ja do e di gjur. vlerat. Kur përkrah shpirtnisht, asnjëherë nuk pendohesh se Zoti ti di vlerat. Pa marrë parasysh atë vlerëson njeriu as vlerëson njeriu. Një njeri që nuk më vlerëson në përkrahje shpirtnore, je qesharake dhe patetike. Nuk të beson askush. shumë bukur. Sa gjëra u thanë sot me Hygerta. Edhe nga ana jote madje. Tepër. Unë e di shumë që nxjerr prej goje. Ti s'di. Vetëm flet sa fjalë të mëdha, i lidh bashk, por në fakt nuk thua asgjë. Pa tjetër Hygerta. Gjutira, unë sa. Përkrahja shpirtnore asnjëherë nuk pendohet njeriu, pa marrë parasysh tjetri ai sillet keq apo frakesh. Të njëjtën fjalë. Po, vazhdo. Sepse një njeri që përkrah shpirtnisht e kupton peshën që përkrahja shpirtnore dhe e përkrahja në të drejtën hyjnore shpirtnisht është për të përkrah, për të tregu shpirtin tënd edhe para Zotit. Edhe tjetri në sara se më sillet keq, unë thjesht e mbaj në distancë, po kur nuk pendohem. Përkrahje shpirtnore është për veten dhe para Zotit. Se dy herë ke. Jam i përsërit pak ti. Jo, mi përsërit. Urime Ja dhe thjesht. mirë, ndoshta ta them më qartë. Shtyp kasetën, hajde. 3. Një njeri që përkrah shpirtnisht, Hygerta, nuk pendohet kur edhe pse tjetri i sillet keq, sepse përkrahja shpirtnore, përkrahja e të drejtës hyjnore bëhet për shpirtin tënd para Zotit, ta din Zoti. 4 herë. Në rast se pendohesh, ti e ke bërë përkrahjen për interesa personal, material të botës fizike. Pra, në përkthimin e rastit Hygertës, e ke bërë për strategji loje, të justifikosh padrejtësinë tënde selektive dhe Hygerta të afrohesh me mua se më shef personazh të fortë Alba Polozhanin. Ta afrohem unë me ty? Po, Po ti e që më gjëmon nga mrapa. Ti të më afrosh mua. Ta afrohem unë me ty. ti e ke vërit mungesën e prezencës time të ty. Hajde, era 4 tani, lutam. Hygerta, ti e ke vëret
mungesën e prezencës time te ty, mungesën e vëmendjes time ndaj teje. Tani jemi në një situatë që Tomi është largu dhe Gjeri është mërzit. Unë ku ta gjej mos ma varësh. Gjeri je mërzit. Mos ma, ku ta Gjeri gjej je mos ma mërzit. varësh. Prandaj ka nis Gjeri të vije mbrapa meje. Prandaj Gjeri ka nis të vije mbrapa meje tani. Ti kisha thënë femër pa personalitet, pa fek. Ças kisha thënë Po i ti the. për shafon dhe fërko kurrizin. Po i the. Unë krevat, mbulohem ik, kalba ik, ti vjen më për I the, shafon. po. Dhe vi unë të kërkoj ty. Po ti më kërkon mua tani. Zemra ime. Ka ndryshu loja, Gjeri po e vrapon Tomin. Dhe ju lutem të nxjerrni një film vizatimor tjetër se si është Gjeri kur vrapon Tomin mbrapa. Zemra ime. Se tani e kuptove peshën e Tomit, pasi tu largu Tomi. Se ta thash i fjali që parë. Po, ta shërim tu. Unë jam Tomi, ajo është Gjeri, tani Tomi është largu, Gjeri po e vlerëson peshën e Tomit në jetën e ti, dhe Gjeri po më vjen mbrapa. Gjeri vjen në tavolinat e mia, Gjeri vjen në grupet ku ndodhem, Gjeri po vazhdon të bisedoj, të debatoj me mua, dhe Gjeri ka qef që Tomi t'i shkoj prap mbrapa, po Tomi nuk vjen mbrapa, sepse Tomi ka gjetë një person tjetër për t'u marrë. Se çfarë kam bërë unë? Po si e? Po, pa tjetër. Çfarë ke bërë ti, Hugerta? Na, me strategji, ha? Po ti është inteligjente, e kupton. Ti je inteligjente, ti vepro me strategji, jo unë. Në që 24 orë, moj. Mas 24 tjetërit, orë. more, turp. A i shkër mas tjera. Për erë 4 do ta përsërisim dhe njerë, se nuk e kuptoj publiku. Si është, kur një veprim bëhet shpirtërisht? Përsërit edhe njerë. Nuk jam ri përsëritse, Hugerta. Po, e the 3 thu e 4. Mas kuna Nuk dua shkova? të jem ri përsëritse. No, për stiqin e vetë. Une kam trastu... Stiqi ka përfundu, pa vesh, Stiqin për pa stiqin. këm, pa zorë të barku, dhe nuk i ha fare. Me ato stiqin a boni, Për ludon e kisha. nuk e di, po i pushon të zemra, s'po Unë mërë të kam do të trastu pry. stiqin për stikin. Qa kombinim interesant, të trastosh stiqin për stiki. Do sanëm se opër e me, po besoj son rrugë të mirë të ashtë. Dal ka dalë. Ta mbështes. Që po a qefi, jo, ku për Po, kam qef të më bëhet qefi. E meritoj të më bëhet qefi. Ja, bën qefin. Se bora që, po në me do sanëm se po thamë, s'ka nevoj pup energji shumë me një temë se s'ka kur fër rëndësie, Ore, me mos e flo, me përsërisim temën e 3 dhunës orë. tani. Jo që ta, po dhunës, a këtë ka kalu. S'ka kalu. Present, tardmen. Që ato lujnë rëllë të ashtë. Po më mirë flasë për dhunës se sa të ndërtoj raporte false këtu, si disa të tjerë, dhe skema false, dhe drejtësi selektive. Ua, a të vë dhe unë kështu, ti vë një emër këti? O, sot të ka Prime, sot film. Ludo, si ta qoj këtë? Eh, Jo, shpira me Albën unë. Diqa. Antonio, Ludmil? Ludmil. T'ja vë Ludmil? Antonio, që të Jo, shkëtë shumë. Ludmil. Ludo. Antonio. T'ja vëm Ludo. Ludmil ose Antonio. T'ja vëm Ludo. A njefë Antonio? Që i thash Po ti, Antonio? Ludo po O, do. Ludo, Thuj t'ja qysh vëm dush, Ludo. thuj. Qysh ki qef, thuj. Po flena? Flaj me ta, Po flen? pusha me Te nga ana Ludmilin. Te nga ana zemrës. Ludmili. Bravo, Sugerta, realizove ëndrën tënde, të flesh me Ludmilin. Cila është